Një kontest sponsor që po zhvillohet që 10 vjet për meshta për dy kusherenjët, Bek dhe Islam Hebibi nga Joniku, ka acaruar marrëdhëniet mes tyre. Bek Hebibi thot si ja ka ndaluar punimet kushëririt të tij, pasi ka tejkaluar meshdën. Mosmarrëveshja ka filluar me ndërtuën kushërinjë jam Islam Hebibi në pronë temën. Ja kom ndërprej punën, ja kom thonë me spuno. Më ka pa ditë në gjykat. Por djali Islam Hebibit, Besmiri, e thot të kundërtën. Kjo pronë as që është konsideruar ndonjëherë kontestuese dhe në momentin e ndërtimit të themeleve të shtëpisë e kemi thirrur Bekën që të jetë prezent se mos ka ndonjë vërejtje. Njëjtë kemi vepruar edhe kur kemi filluar ndërtimin e murit ndarës. Ekzistojnë gurët të cilët gurë janë pranuar nga të dyja palët si kufiri në mes pronave tona, që nga koha kur të parët tanë janë ndarë. Lënda e këtij kontesti pronësor është duke ushqyrtuar në gjykatën themelore të Pejës, Dega në Deçan, që nga viti 2005. Bek Hebibi bën me dije se ky gjykim po zvarritet pa arsye. Edhe shtyhet seanca pa pikë arsye, sheq. Do me thonë, edhe thirrje ku të më bjen me vonesë, herë më thot Hademeri, herë ti kum quë, herë ja kum quë avokatit. Për ankesat e Bek Hebibit, gjyqtarja e rastit Safete Tolaj thot se nuk është njoftuar nga ai, se nuk ka avokat, kështu që ftesat për seanca një kohë i kanë shkuar avokatit. Ka ndodhur që avokatin e kemi njoftuar për seancë, që nuk kemi pasur hala një uni se i njëjti e ka tërheq autorizimin nga ai. Edhe sot e kësaj dite seancë nuk e ka paraqit tërheqjen me shkrim tërheqjen nga avokati i tij, por avokati na ka njoftuar se tani tutje nuk jam më i autorizuar nga i padituri. Bek Hebibi dyshon edhe në panshmërinë e gjyqtares Tolaj, por gjyqtarja mohon se ai është ankuar zyrtarisht për këtë gjë. E kam paralajmëruar edhe në seancë, i kam thënë të paditurit se nëse keni ndonjë dyshim, urdhëroni paraqiteni kërkesën për përjashtimin tim nga kjo lëndë. Mirë po, i njëjti në mënyrë absolute nuk ka vepruar në asnjë mënyrë në këtë, vetëm se kërkon është bërë një zvarritje jo në këtë çështje, në atë çështje. Tolaj thot se kontestet pronësore zgjasin shumë dhe nuk mund të shtjellohen pas shqyrtimin e të gjitha provave.